Sa rrallë ndodhë që dy zemra me u dash me zvete. Gjithmonë njëna do më shumë se tjetra. E shpesh herë njëna do e tjetra nuk do. Dikush e do dikan me jetën e vetë. E dikush është në gjendje me thyja të zemër. Thonë që insani është më i dobë se xhami e më i fortë se guri. Kush është ai që plagën e dashnisë e ka në shpirtin e vet, e që dhimbja nuk e vret çdo ditë. Me vdek njerë për gjithmonë është faqe e bardhë. Sa njeri bëhat ka teli shpirtit e vetë, veç mos me duru ma dhimbjen e plagës që e shkakton dashnia. Krejta tyne që u shkon mendje me bon jakt shëmtuem, e me i dhanë fund jetës, ju them, kujtojeni faktin që insani është më i fortë se guri. Me u dorëzu para dhimbjes së dashnisë nuk dëshmon se je dashnori i vërtet. Dorëzimi i tillë dëshmon egoizëm dhe mungesë durimi e besimi. Durimi të bën me pas Zotin me vete. E Zoti është me atë zemër që duron. Besimi nuk të lën me bë vepra të shëmtume. A dhem shumë plaga dashnisë. A është vështirë me duru. Kush thotë që nuk dhem, ose rren, ose nuk është i plagosun hiq. Kur zemrat ndahen, thuaj se gjithmonë njëna ka faj. Njëna gjithmonë është guri, e tjetra është gjam. Nëse dikush të braktisë e thotë se të ka dasht, në fakt nuk të ka dasht kur. Ato zemra që duhen me të vërtet nuk ndahen kur. Edhe nëse njëna zemër pushon së rrahuri, tjetra vazhdon me dasht. Dashnia e vërtet nuk vdes. Dashnia e vërtet nuk vdes. Dashnia në zemër është si lumturia. Qëllimi i dashnisë së vërtet duhet me kanë për hir të Zotit, e Zoti pastaj e bekon atë dashni. Dashnia me sy nuk është e vërteta. Po thojmë zemër se në fakt ajo është në shpirt. E për shpirtin na nuk dim kur gjë më shumë se sa na është thonë. Veç një Zot i madh e din. O ju të dashuruar me zemrat të coptueme. Apo i gjeni ato copat të zemrës diku. Kur të gjeni ato copa, am tregoni të vit tash një gjë që se kam pa kur. E di që askush nuk më thret me thonë që zemrën ku e kam me gjitha copat bashk, qyre. E di që zbohat ajo punë se me ditë qysh i kisha mbledhë copat të zemrës tem. E kisha bo zemrën bashk, po prap zemra nuk më kishta ku mu. Po ju të dashuruem që Zoti u ka beku me dashni. A jeni gjalla jo? A ma jepni një copë lumëtorije? A ma jepni një copë lumëtorije, më thoni ku jeni, e dvizë varë të ju. Dvizë varë të ju. E di se nuk më duhet me ba shumë ullë. Nuk më duhet me ba shumë ullë, e me unalë në për shumë vende se e di që jeni pak, s'jeni shumë, jo.
s'jeni shumë. Të shumë t'janë ata vetëm me zemër të thyer. E ju që jeni bashkë me dashni të bekume, ju s'jeni shumë. Jeni shumë pak. Rujeni atë bekim. Rujeni atë bekim e mos e lejoni shejtani me ju hynë zemër, se po e lejuët. E humni bekimin e të mallnishmit. Mbështetuni tek Zoti dhe bëni sabër se çdo durimtar shpërblehet në fund. Kur thehet një zemër, krijon qetësinë më të zhurmshme ndonjëherë. Krijon vetmin më të errët. Shkakton mundim të madh. Shkakton pafuqinë më të madhe. Nuk e di pse veç insani është në gjendje me thy zemra. E ai harron se një ditë ka më u pyet për secilin veprim të jetës vet. Secili njeri ka me dhënë llogari për punë veta. Jo rastësisht fjala insan e ka kuptimin e dikush që harron. E fjala dynja e ka kuptimin e diçkaje që është tura. Harrestari vazhdon me harru që është të jetu në një botë që kryhet, në një jetë që mbaron dhe nis tjetra. Çka do t'i thuash Zotit? Çka do t'i thuash Zotit nëse të pyet pse e theve një zemër? Pse e lëndove një shpirt? Pse? 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 Për dashni janë thurë vargje e vargje, poezie tregime, janë derdhë latë sa kanë ujë detrat, e prej saj janë thy shumë zemra, shumë e shumë zemra. Unë do mi thonë do vargjet shpirtit. Do vargjet që po më dalin prej shpirti. Dashni. Sa herë i zgjata duart aty ku nuk arrinin dot. E u poshtnova me fjalet që goja s'mi thot. Sa herë u thira me emra që me ulnin derin tokë, gjersa s'me mbeti gjë tjetër. S'me mbeti gjë tjetër pos lotëve që mu bën shok. Për ty dashni. Për ty atë shumë vuajta, atë shumë qava. Po prej mallit tënd kur edhe sot sundava rrugët e jetës. Rrugët e jetës me lati lava. Dashni.